se projekti ynë për fshatin do vazhdoj me intensitet të madh. Por, si që keni dëgjuar ndoshta, ne fillojmë nga ajo që quajmë zemra e dhimbshur. Ne e fillojmë tek ata që janë në mjerim, në varfëri ekstreme. Ne fillojmë tek ata të cilët marrin, siç e thatë këtu, 70.000, 80.000, 100.000 lek, pa çka se kanë shkritë gjithë jetën e tyre në punë. Dhe kemi vendosur që çdo shqiptar në fshat apo në qytet, kudo që të jetë, do marrë minimumin jetik 200 euro për frymë. Cili do që t'jetë pensioni në fshat në dën 200 euro, do jetë 200 euro. Dhe kjo do ndodhë 3 muajt e parë. Do ndodhë 3 muajt e parë të qeverisë sonë. Jo vetëm kaq, por do ketë kartën e konsumatorit, e cila i jep mundësi atij të marrë mbrapsht të vëshën 20% të atyre shpenzimeve që bën për ushqimet bazë dhe për mallrat bazë që blen për jetën. Ju siguroj se do të ndalohet dhe do të ndëshkohet rand shitja në tregjet e Shqipërisë të çdo ilaçi, qoftë për njerëzit, qoftë për tokën, qoftë për baktin, që nuk tregtohet në 2 vendet të Bashkimit Evropian. Pra ne do ta nisim nga disa gjëra bazë, të cilat na japin siguri, të cilat japin dhe dinjitet, se nëse ti e trajton tjetrin që ka shkrijet e tij në punë, dhe tani i thua se nuk kam ku të marrë, po vetëm merr kaq 16 milion euro për 760.000 pensionist, ti tallesh me ta me cinizëm. Po pse të tjerët pas kanë ku t'i marrin, kurse ti s'ke ku t'i marrësh? Pse kryeministri i Kosovës i jep 100 milion euro për pensionistët? Dhe ka gjysmën e pensionistëve të Shqipërisë, dhe ka gjysmën e buxhetit të Shqipërisë. Çfarë ndodhi? Në vitin 2013 pensioni mesatar në Shqipëri ishte 143.000 lek. Pensioni mesatar në Maltëzi ishte 138.000 lek. Sot pensioni mesatar në Maltëzi është 450.000 lek. Po si u rritën, si erdhi kjo? Po sigurisht kryeministri i Malit Zi mori para nga buxheti dhe i vuri për pensionistët. Nuk u tha atyre se kaq është fondi dhe ju rrini me këte. Nuk e bën njeri këte. Nuk e bëm ne. Ju jeni dishmitar. Erdhem, e gjetëm